La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ndryshimi i madh pas hyrjes në Islam, kështu është titullet. Ndryshimi pas hyrjes në Islam, Thumamia është shpreh sinqerisht para pejgamberit sa ka thonë, nuk ka pas askush që ku më urrejt më shumë se ty. Në moment ku bona musliman e pash kush je, të njofta, 3 ditë më koni lidh të më përcjell. S'ka një kitok që e du më shumë se ty, ja Rasulullah. A mundëm na për një vepër caktuar me thonë që shtot mas Islamit? Për në një vepër, për shembull, sa njerëz, para se më falë e ka pi duhonin ato. Ka pi duhonin, po ka pi dhe rakijit, se falë, se falë një gjamis, normal nuk kone e punë për ta ato. Apo, tash, kur ka hyrë në Islam, është shpenduar dhe kalon dhe i thotë Allahu Azza wa Jall, thotë o Zot, para se më bu musliman që duhet, s'ka pas diçka me e dashën për mu se cigarja. Që tash, s'ka diçka që urrej ma shumë se cigarja. Me ndru Islamin. O Zot, para se më bu musliman, para se më bu muslimane, s'ka pas diçka me e këndshme për mu se me fol për halk, me për o fjallë. Që tash, s'ka diçka me urrejtën të se kjo puna. Me ndryshu komplet. Ose ke hybe i falë me zvafrit me thonë, vallahi, para se më bo muslimane si kurse duhet, s'ka pas diçka me e dashur se une, se për cjela e modës, kum pas se më vesh mirë, më regullu mirë, me dal mirë, kum pas se me blivdu dikush, kjo kënë qimë me i madhe. Tash e kum falë Islam se është të kundër, tash po ndraj, tash po thamë, vallahi, për mu s'ka me e mirë, se më mbulua. Që shtu të vëdhën e mundruën aftë. Dëshirë pas Islamit e jo që të mbesit njëta qefe, njëta dëshira, njëta urrejtje, që që këna pas për që është të tash me ndruam. Islami vëllai kur deporton duhet me deportu prej kokës deri në fund duke ndryshu krejt, jo veç veprat tona, po edhe sistemin të mendimit ton, edhe të folërit ton, edhe shoqërinë ton, edhe dëshirat tona, edhe ato që dojmë në ato që urrejmë në ato. A është të mundshme kjo? Një të do të përdeshme është të mundshme o vllazën jam. A keni pa 2 vetë kur të fejohen. Apo edhe normalisht të fejesa sjell në vend dashuri. Duhen ato, pastaj bën burë grua kështu me radhë. Në fazët e para të njoftimit e ato që kalojnë e dalën kështu me radhë. Sa sene për shembull burri si ka dashur, si ka më në kurrë ato. Tash pse ajo nga ti që është i dalë janë nisë dhe këmi i dashtë. Apo? Ndohet kjo shumë ato. Edhe e kundër të ato. Gruja sësarës, po shkak të dashurisë dhe dikujt, njësë një përqyja e punat. Qoftë ushqim, qoftë dëmonë fjallë, qoftë dalje, qoftë, qka të qoftë aja? I përqen. Qka e ka ndushu shijin ato? Dashuria. Wallahi njeri kur dëm, e ndrën shijen komplet ato. Dashuria vëllai me diçkafit ta ndrën shijen për çdo sen, qoftë për mirë, qoftë për keq ato. Wallahi qëra ata sahabë, të cilët s'ka pas me shishme për ngojtë se sa alkoholi ato. E ka piu dhe e ka ndasht me shpirt. Kër e ka panu Islamin, dashuria ndaj Allahut ja u ka ilësu. Jo vallahi kur shkafe, s'ka mundësi sot me pi me takojt, nësa pa më të këllë. S'ka mundësi me kon kjo ato. Përrezi ti qka ka ndru të ti? Qka ka bu? Dashuria. Na dojmë që me këtë dashuri të him në Islam ato. Me këtë dashuri të dhejmë Allah Gjallahu Ala, dashuria cila çdo sen që i dashur jo nuk i dën, asta mos i dojmë. E çdo sen që i dashur jo i dën, na ti dojmë. Çka bën me ndru njëve kjo? Dashuria ndaj atij që i minis ka aja. Po si të punë. Ke punun haram, ndalumë në për. Ta ka kojt me fitu. Ke i në Islam e din që aj që për i falësh se dan këtë punë, edhe dhe urrej, sa bëj veti halal me fitu për i kësa punë. Dashuria ndaj tia. Ndryshimi. Për ndryshe. Qysh ka pas mundësia për sot me urejt nesër me dasht. Zemra nuk ka diçka që lunë shpesh apo.
Dikon që ja ki nati shtire me dashta për. E dikon që e dënë fshtirësh me apasi nati për. Kjo është e përvume. Apo, kjo është e përvume. Andaj, dashuria ndaj Allahu xhalla wala çaq është e fuqishme, sa që kur të futet trupin njërit, apo në bankë së ndryshim apo. E na dëshirojmë që dashuria ndaj Allahu xhalla wala të bën në vetë tonë këto ndryshime të mëdha. Ta ndryshon deri në këtë shkallë. Që themi, sikur se ka dhënë Thumami, wallahi nuk ka pas për mu kur që me urrejtë se kjo, ta s'ka kur që për mu me dashur se kjo. Edhe kundërta. Qka po këtë me ndryshu? Thash, dhe me ndryshu dashuria ndaj Allahut azza wa jall dhe përkushtimi jo ndaj tij apo. Se vallahi është e pamundshme, sikur se ka thonë disa pediatare në poezi e ka thënë ka thonë, qysh ka mundësi ai që e dën dikon me kundërshtu? Sot me dëvëllim, ai që e dën dikon i nështrohet atij që e dën. I nështrohet komplet. Nëse e dën dikon, sinqerisht, i nështrohet ato. E ngan, e respektan, dashuria e se ndaj tij apo. S'ka kur fal pushtetje ndaj tij apo. E lëre mo Allahu xhalla xhelaluhu. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ne dëshirojmë që me të vërtet pas islamit të ndryshojmë. Jo veç se na fal, tash ka ismu fal. Jo, krejt çka ka. Ato që ai për cilën na po falemi, e dënë na ta dojmë, dhe çdo sen që ai e urren edhe na ta urrejmë. Ky është ndryshim i hyrjes në Islam. Ky është kthim pozitiv që duhet ta pretendojë çdo kush për neve kur të në Islam, apo nuk po me koni më një herë të ditë. Mi me kon njëri këtë proces vazhdimisht, me anullu çdo ditë. Ato sene që ai ka urrejt, e shariati i dënë ditë për ditë me boni një listë. Sa porxeni piksa edhe për ndajt kundërtën, tash ata që ka unë e kom urrejt, e shërati për dënë, tash e unë e pedu. E ata që ka shërati e urren e unë e kum dash, tash kumis e unë me urrejt, asë nësë pedu. Këtë e kërkojmë, dhe këtë duhet të bëjmë që ta kuptojmë drejt rasën e Thumamit vllaznia.